Sipas denoncimeve dhe analizave të publikuara nga media investigative, disa produkte bulmeti në Shqipëri, përfshirë ato të markës Lufra, dyshohet se përmbajnë substanca si niseshte, qumësht pluhur, vaj palme dhe aflatoksin, ndonse në etiketa reklamohen si natyrale. Pretendimet të ngjashme janë ngritur edhe për kompani të tjera të sektorit të bulmetit, si Erzeni, Mirel dhe Girofarm. Raportimet theksojnë se kontrollet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë kanë evidentuar raste të kontaminimit të qumshtit mbi normat e sigurisë ushqimore. Nga mostrat e analizuara gjatë vitit 2025, një pjesë rezultuan pozitive për aflatoksin, substancë konsideruar kancerogjene nga OBSH. Ekspertët paralajmërojnë se konsumimi i produkteve të kontaminuara mund të sjellë pasoja serioze për shëndetin, sidomos për fëmijët. Një tjetër shqetësim lidhet me përdorimin e vajit të palmës në industrinë e bulmetit, për të ulur kostot dhe rritur prodhimin përballë mungesës së qumshtit vendas. Sipas raportimeve, Shqipëria importon miliona litra vaj palme çdo vit, një pjesë e të cilit përdoret në produktet ushqimore.